Mirë mëngjes nga këndi i kuzhinës. Zonja Vjollca, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Sot çfarë do gatuajmë? Sot do të gatuajmë një pastiqe me lule lakër dhe oriz. Pastiqe? Po. Ne pastiqe në fakt jemi mësuar që gjithmonë ta gatuajmë në shtëpi ose dhe ta konsumojmë me makarona, me djath, maksimumi me beshamel. Po dhe sot kemi beshamel, po kemi diçka ndryshe në përbërje, kështu që jemi sy e vesh. Po, patjetër. Për të përgatitur këtë recetë na duhet një lule lakër e vogël, 15 deri 20 kokra ullinj, një 2 fileto açuga, 50 gram na duhet gjalp, majdanos, kaq. Dhe oriz. Për recetën e parë, pastaj pjesa e dytë e gjithë kjo përbërje do të trazohet me një salcë beshamel që, siç e kemi thënë dhe herë të tjera, për të përgatitur salcën e beshamelit na duhen 2 lugë miell, na duhet 500 ml qumësh, pak gjalp, një lugë gjalp ose 50 gram gjalp sipas dëshirës, por duhet të rezervohemi këtë gjalp për arsye se dhe djathi i picës që unë kam zgjedhur sot për këtë recetë ka yndyrën e tij. Në fund fare, masi përgatisim salcën, do të hedhim 100 gram djath pice ose djath tjetër që shkrin dhe një kokër ar moskat. Kjo është receta që do të përgatisim ne sot në pjesën e parë. Mirë, do me pra, unë fillimisht kam dhe krip. Po, natyrshëm. Kripi përgjithsisht. Kam vendosur një tenxhere me ujë, ku ujë po valon dhe do të hedh këtu pak krip. Një lugë është e mjaftueshme. Po. Në këtë tenxhere do të hedh orizin. Mos kishe gjë për të thënë, për të plotësuar, se unë? Jo. Thjesht të nisnim punën. Do të vendos orizi letri 5 minuta më tepër për të valuar dhe do të filloj lule lakrën, e kam larë dhe do ta vendos në lule të vogla përsëri këtu brenda bashkë me orizin. E qartë. Por ndërkohë orizi le të ziej pak, se do kohë çik më tepër. Kemi thënë që orizi për të zier tamam duhen 15 minuta, ndërsa lule lakrën unë kam thënë që 5 minuta janë tepër. Se s'qullet pastaj. S'qullet. Prandaj, unë do ta vendos shumë pak të ziej bashkë me orizin. Në fund. Në fund, për arsye se do t'i vendos edhe në furrë dhe koha është e mjaftueshme. Pra, tani do t'i pres këto në lulet e vogla, e kam nxjerr një tas. Ordra. Shumë mirë. Do me thënë, për përbërjen e pastiqos brenda, po, na duhet orizi, lule lakra, ulliri, açuge, djath, majdanos, krip. Po. Pjesa tjetër do na shërbej për beshamelin. Po. Që shpeshherë kemi gatuar live Zonja Vjollca dhe shpeshherë kemi servirur, le të themi, në receta dhe të gatshëm, ashtu siç gjendet kollaj fare në çdo supermarkete, ato që nuk kanë mundësi ose kohë që ta gatuajnë. Shumë kollaj mund ta blejnë të gatshëm. Po. Edhe atje në supermarkete keni të ndarë me paketa 200 ml dhe një paket 500 ml. Po, në konfeksion më të madh. Po. Mirë, Regja, le ta shohim pa grafikisht recetën e pastiqës bashkë me zonjën Vjollca. Të gjithë përbërësit me radhë për anvisat në shtëpi është me lehtë kështu. Dhe kemi pastiqo me oriz dhe lule lakër. 320 gram oriz, një lule lakër, 15 deri 20 kokra ullinj të zinj, 2 deri në 3 açuge në vaj, 100 gram djath pice, majdanos, krip, 500 ml qumësht, do të na duhen për beshamelin, 2 lugë gjelle miell, 50 gram gjalp, ar moskat dhe krip. Ndërkohë që kalorit për recetën e pastiqos janë 728 kilokalori në total. Janë 78 gram karbohidrate, 29 gram proteina dhe 35 gram yndyrna. Për të gjitha ato manjatet e kalorive që i shohin gjithmonë dhe i kanë kujdese, ne ja servirim të gatshme. Që mos të kenë fare merak. Ndërkohë, që do të hedhim lule lakrën në tenxhere, do të vendosim të bëjmë beshamelin. Vendosim tiganin në zjarr, po, në pjesën tjetër. Do të hedhim gjalpin. Vajza sa vash. Tani, një herë është gabim, thot i ma, 2 herë është faj. Po. Kështu që
Shumë mirë. Do më thënë, kur gabon një herë, Po e mëson të staj. Po. Staj nuk e harroj më. Shumë bukur. Tani, mendoj që është... Ta shkëthim qik orizin? Po, shumë mirë. Hedhim dhe lule lakrën përsëri bashk në të njëjtën tenxhere ku kemi orizin. Po. Tashmë erdhi koha, orizi mori pak kohë më vete, vlimi, Po, edhe vendosi. dhe ati një tas. Edhe këto ciflat mund të hedhim këtu. Qalpin e ke gati, zonja Vjollca. Shumë bukur. Atëherë e largojmë një qik, tenxhere, jo, s'ka problem, e largojmë pak, se asnjëherë nuk duam që pjesa e miellit ne të na zverdhet më shumë se ç'duhet. Të na nxihet, edhe bëjmë këtë pjesë këtu, shumë bukur, e vëmë për 1 minutë, dhe fillojmë pak nga pak, hedhim qumshtin. Ndërkohë, më ndihmo, duke më brenda aty ke grirësja, kam vendosur një kokër arë moskat. Të gri pak arë. Po. Hedhim qumshin, avash. Në këtë moment këtu nuk vendosim kapak, se nuk duam që të japim një zjerje të madhe. Ori të lutem, ma jep një qika të vezëve, rasen e dorës së vezëve, se me që këtu tigani është inox, unë mund ta përdor shumë kollaj. Urdhra. Faleminderit. Të lutem. Atëherë vazhdojmë përsëri që beshameli mos të na bëhet kokër. Po, të mbetet krem, ashtu siç na duhet. Këtu në tenxherën tjetër, gjithçka po na valon. Orizi dhe lakra. Orizi dhe lule lakra. Por kemi thënë që për sallat, lule lakra është mirë që të rri pak al dente. Do më thënë mos të na bëhet qull, se sikur ikën dhe shia. Sa desha të thënë, sikur nuk shijon maj shumë më pas. Lule lakrën, zakonisht njerëzit nuk e duan, se u bën shpinë me erë të keqe, ku ta di unë, por në këtë gatim nuk të ndjehet fare aroma e lule lakrës. Absolutisht fare. Unë ende nuk po ndjej, përgjithsisht jam shumë e vëmendshme dhe e holl në nuhatjen e këtyre aromave të gatimit, po jo. Unë kam thënë që dhe për lakrën dhe për lule lakrën, nëse ne duam ta evitojmë këtë aromë, mjafton që një kore buke ta lyejmë me pak uthull, ta vendosim brenda, dhe ajo e thith komplet atë aromën e keqe të lakrës. Ishte këtë sekretin që na kishe thënë? Një kore buke? Kisha më ndjen t'i dhe Me pak uthull? Po, vendose brenda, edhe nuk ndjehet asnjë eliminon aromë. Këtu tani mund të më ndihmosh shumë kollaj. Po, duke e përzierë. Gjithçka e kam bërë gati, kam marrë masat që këtu mos ketë asnjë kështu kokër miell, dhe mjafton sa të valoj, ne do ta heqim më njanë. Shumë mirë. Okej. Sa të marri një val, zonja Vjollca? Po, sa të marri një val. Këtu besoj se tani gjithçka është gati. Orizin nuk e dua që të zjej shumë, për arsye se do të llogarisim kohën e lagështirës që ka orizi me 15 minuta. Unë do të hedh salcën e beshamelit, dhe sigurisht salca e beshamelit ka lagështirën e saj. Në momentin që ne do ta vendosim në furrë, ato do thithin lagështirën e njëra tjetrës, kështu që do t'i japim pak kohë. Do jenë okej. Zonja Vjollca, beshameli e mori valen dhe besoj është shumë mirë, fike. Gati. Lëre aty, fike, dhe bëri kapakun, që mos na zëj kore. Pra, beshamelin, gjithmonë që e mbarojnë, i vendosim kapakun që nëpërmjet avullit të tij ai nuk zë atë cipën. Edhe që ndroni butë. Po, ndërkohë unë griva açugat, griva dhe majdanozin. Tani do të vendosim të bëjmë ullinjt në radhë. Edhe arrën moskat e gati këtu, ja vendosa pra brenda. Arrën moskat do ta hedhim tek beshameli. Pa. Tani do të bëjmë ullinjt rrath. Siç përgjithsisht bëjmë gjithmonë. Po, ndërsa unë do të kulloj komplet përbërësit që kam në tenxhere. Pra, do të kulloj orizin
dhe lule lakrën. Dhe më pas do të shtrojmë në tavë, zonja Vjollca? Po. Sigurisht, përderisa themi që është pastiço, përgjithsisht pastiçoja, nëse ndryshojmë përbërësit, duhet të jetë gjithmonë në tavë, të paktën tradicionale, ashtu është. Tani do të marrë një tas. Po. I kullova mirë, pa i shplarë, nuk dua ta ndërpres pjesën e nxehtë, siç ju thash, nuk e kam kaluar orizin që ta bëj në vlim maksimal. Pra, këtu i kam hedhur krip, nuk ka nevojë që t'i hedhim krip. Po, ja shtuam që të ujë kripën. Këtu do të hedh përbërësit e tjerë. Pra, do të hedh acugën që kam në vaj, do të hedh 1 ose 2 lugë gjalp, sipas preferencave, dietave, siç i keni ju, punët e tu, juja, dhe për shembull, unë nuk do t'hidhja kaq për vete. Ori do ta hidhte. Prandaj thash siç i keni ju problemet shëndetësore, ato janë kryesoret. Pra vaj, atë gjalpin e ambientit do të thotë që nuk do ta shkrim në këtë moment, sa që si e hodha unë këtu, gjalpi u shkri vet. Ullint? Ullint do t'i hedhim në unaza, hidhi dhe ullint. Pra, këtu kemi hedhur të gjithë përbërësit. Do njëri dhe mund t'a provoj, dhe për këtë mua do të më ndihmoj Ori. Nëse... Mund të thrasësh edhe një nga djemë, zonja Vjollca? Jo, ty të kam. Do është ta për të testuar edhe shijet e mija, pse jo? Po, do t'a provojnë për krip. Dhe tani punojmë pak me beshamelin. Thash, do t'i vendosim kapakun që të mos na zëj cip sipër. Ashtu. Ja dhe këtë gati nëse të duhet sërish. Beshameli është në rregull, e trazojmë pak. Ashtu. Do t'i hedhim, siç tham, një kokër, ar, moskat. Ka një aromë karakteristike dhe kam përshtypjen që ka nga lakra. Jo, çuget. Po. Shisi nuk flet. Po më ngacmoj unë, dhe tash diçka është që më ngacmon. Tani ti do ta provosh për krip, Ka nevojë? Në këtë moment mund t'i shtojmë nëse ka nevojë për krip. Jo, zonja Vjollca, për mua është shumë mirë. Për të respektuar edhe masën e nevojshme të kripës që përgjithsisht nuk duhet jetë e lartë, për mua shija është shumë mirë. Atëherë dyshoj për këtë që the, po i hedh 2 kokra krip ke beshameli. Kishte një shije neutrale. E ka pa situatën. Po, unë në shtëpi të da kishte ashtuar pa krip, po për mos të qenë abuzive në dorën time të rëndë. Po. Thash, hajt. Atëherë, do të hedh edhe pak djath. Djathin e picës. E lash pak fare për në fund. Për në fund. Pra këtë pjesë e trazojmë mua që tani më pëlqen kjo. Dhe fillon të shkri këtu djathi picës dhe... Zonja Vjollca? Po. E di që në këtë moment, që mua po më shijojnë shumë, mund ta shkëshillojmë edhe si sallatë ftohtë. Nëse ne do ta përdorshim për sallatë ftohtë, atëherë ne duhet ta kishim zirë çik më shumë orizin. Çik më shumë. Po. Edhe pastaj bënim dhe kondesimin me ujë të ftohtë nëse do doni. E ndërprisnim procesin e ngrohtësisë, frigorifer. Kam mësuar. Para se ta vendosnim në frigorifer, çfarë do bëshim dhe një veprim tjetër. Do ta linim çik jashtë. Jo, dhe një veprim tjetër. Kjo që ka kujtë si mirë kë. Jo. Vajulliri, nëse do ta vendosim në frigorifer, jo gjallë, por do t'i vendosim sipër letër telefon. Sepse nëse do ta vendosim kështu siç ishte, atëherë përsëri dhe në frigorifer do na zinte një sipar, cipe do dekolorojë ngjyra, Është mirë përgjithsisht që ta vendosim gjithmonë letrën telefon. Tani më ndihmoj çik me të tavën kështu të thellë. Po. Dhe do të lyejmë pak fare tavën. Tavën rrethore do. Po. Apo katrore? Po. Rrethore. Okej.
shife djathi, shiko, djathi e lidhi komplet, e bëri si Beshamelin. si çamçakiz, i themi ne. Atëre, do të hedhim pak fare vaj ulliri në fund të tavës, duke e kursyer dorën, për arsye se ka gjallë mjaftueshëm. Po, që mos ta teprojmë i yndyrë. E hedhim pjesën që trazuam në tas në një tavë. Furrën e kemi para ngrohur në temperaturë 200 gradë. I shpërndajmë këto kokrat e ullirit që Tjenë të një trajqme. të një trajqme, jo për estetike, po mos haj të bjeri vetëm në një porcion, pjesa e ullirit. Në ekuilibër. Bravo. Pastaj në pjesën e dytë është ajo pjesa e dekorit. Okej. Gjithçka tani është gati. Ne do të hedhim salsën bechamel në mënyrë të një trajqme. Kjo shkon deri poshtë, vetë. Sbret nga pjekja, edhe për hapet që të bëhet ajo shtresa ashtu uniform. Patjetër. Nuk e lë djathi, a? Po, që është bërë si çumshakiz. Bravo. Po, në të gatuar të pëlqen shumë ky efekt, zonja Gaca. Dhe jemi gati që ta vendosim në furrë me një herë pas këtij momenti? Jemi gati, sigurisht, vetëm do të hedhim pak djath që kemi lënë për në sipër dhe gjithçka është gati. Atëherë anvisa të dashura, përfunduam pothuajse të gjithë procesin e pastiços me lule lakur, do ta vendosim në furrë për sa kohë afërsisht? Për 25-30 minuta. Okej, për rreth 30 minuta, megjithatë do ta kontrollojmë. Nëse tavën e kemi në furrë, do të nisim një sallatë. Patjetër. Kështu më Ta the. shoqërojmë. Tava siç e pat ju nuk ka mish. Po. Dhe unë për të plotësuar këtë pjesë tek teleshikuesit, kam vendosur të bëj një sallatë me prosciutto të tymosur EHV, që do të jetë një sallatë e mrekullueshme dhe e shijshme. Provojeni se do të mbeteni të kënaqur. Për të përgatitur këtë sallatë na duhen 300 gram prosciutto e tymosur, Po. 3 lug vaj ulliri, 2 lug uthull të bardhë, pak majdanoz krip, 6 lug ajk, na duhen dhe një 12 repa. Repat kanë stinën dhe janë të mrekullueshme për të na pastruar gjakun. Dhe e marrim këtë pjesë që për organizmin tonë është i domosdoshëm. Shumë e domosdoshme, është tani stina kur nga pranvera na ndrohet gjaku, ndryshon organizmi. Dhe gjejmë mënyrën se si ta servirim tek fëmijët, tek familjarët. Edhe tek të rriturit, po. Patjetër. Një mënyrë shumë e mirë për t'i konsumuar. Atëherë kemi qëruar dhe i grim të gjitha në një grirëse. Okej. Ke grirëse kem vud. Ati ku unë qëroj qepën, do të gri. Edhe repat. Mundësisht bëj salcë fare. Jo, ashtu duhet. Thash se si gjithmonë më ngacmove pak për dorën time, pak të lehtë. Gri, jo, avash. Fals, po. Do mësosh, avash. Ja, shumë mirë. Nuk ja ka merakun fare se një luta, sepse kjo grirë se mund të na ndihmojë edhe për akullin. Tani hiqe. Jo për repat. Hedhim këtu brenda ajkën e qumshit. Bëhet fjalë pra për pana. Ja të jap një lugë. Ordëra. Po. Vazhdo. Mjafton. Po e bëjmë tani si salcë. Po. Na duhet pak me grimca. Nëse ne do ta bëjmë salcë fare, kemi dhe frulatorin tjetër. E vërtet. Nëse dëshiron, mund ta hedhim tani në një tas. Po. Ashtu. Edhe e bëjmë edhe salcë, por është fjala që të ri kështu. Nëse ndonjëri nga ju e do salcë fare, me frulatorin e dorës, po të kenë vucërish, i bien sërish edhe bëhet më e imët. Tani, këtu, përgatisim një dressing tjetër. Do të hedhim
vaj ulliri. Që ishte kjo që të përgatisim? Dressing? Po. Veshja. 2 kokra krip. Piper të zi. Gjithë kripa në shtë më në tu. E trazojmë dhe këtë pjesën tjetër. Dhe shohim pak regjia, të lutem grafikisht, se cila është pyetja për ditën e sotme. Mirë, okej, shohim recetën e sallatës. Dhe kemi prosciutto me sallatë dhe salcë rrepash, 300 gram prosciutto të mosur, 12 rrepa, 6 lugë ajke, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë uthull e bardhë, 1 lugë majdanozi grirë, 250 gram sallatë jeshile, kripë dhe piper i zi. Ndërkohë që kalorit përkatëse për recetën e sallatës janë në total 466, karbohidrate 24 gram, proteina 28 gram dhe yndyrna 30 gram. Unë do të thoja që ky është një vakt i plot. Tani me që ti e deshe këtë salsë, atëre mund të marrim frulatorin dhe bëjmë salsë. Salsë ta e dua unë. Salsë, ja. Për më tepër që e kemi shumë të lehtë. Regjia në ndihmon edhe me kujtin grafikisht, ndërkohë që ne me zonjën Vjollca vijojmë punën. Ja tek shfaqet është një tjetër pajisje, është një pajisje klasike në fakt, por ju do të gjeni funksionin specifik që ajo ka. Të krijon vakume. Je knaqe. Po. Okej. Ashtë. Ne i kemi të gjitha pajisjet Kenwood, për këtë edhe gatimin e kemi shumë më të lehtë në kuzhinën tonë, kështu që se mos t'i shfrytëzojmë. E hedhim të gjithë salcën në një tasë salce dhe bëjmë gati salatën. Dhe do me thënë zonja Vjollca salcën ne mund t'a servirim si pas dëshirës në salatë. Pa tjetër. Tani, marim salatën. Po. Sa njom që është, E freskët, e mirë, jeshile dhe duket që nga gjuma që bën kërkërkër. Me që ne do të vendosim në fije të holla edhe prosciuton, atëherë do ta presim dhe sallatën pak hollë. Okej. Se unë për dëshirë e pres thjesht me dorë. E qartë. Ndërkohë ne kemi një telefonues në linjë. Alo? Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Na thua e dashur, çfarë ke menduar si përgjigje për pajisjen që shfaqet në ekran? Atëherë nuk e di mos është për shtyp për hudhra? Pa. Po, është për të shtypur hudhrat, është kaq klasike përdorimi i saj, e përdorim kaq shpesh. Thjesht regjia është munduar të na bëj pak hile me formën që ajo ka dhe për faktin që në fakt nuk duket, vajza e gjeti dhe dha përgjigjen e saktë. Faktikisht ajo është e dukshme që është për hudhra. Është e dukshme. Mos e dukshme. Zonja Vjollca, ndërkohë unë propozoj që të shkëputemi për pak çaste nga atmosfera e këndit të kuzhinës dhe të shkojmë pak atje tek resort Kame, ku uji gurgullon, ajri është i freskët edhe natyra me të vërtet të lë një shije të jetë veçantë. Si thua? Patjetër. E ndjekim dhe rikthehemi. Aty ku buron melodia. Aty ku qetësia merr fjalën. Aty ku gëzimi zgjat. Aty ku e ardhmja hedh rënë. Resort Teatr Park Kame. Natyra në skenë. E ndoqëm pak atmosferë nga Resort Teatr Park Kame, ndërkohë që tani po përfundojmë recetën bashkë me zonjën Vjollca. Po. Përgjigjen e saktë të kuicit e morëm, kështu që mund të vazhdojmë të qeta zonja Vjollca. Po, për të bërë salatën. Ashtu. Atëherë, salatën do ta dekorojmë. Fillimisht do të heqim një 4 copa
dhe do t'i presim në katërsh. Po. 1, 2. Këto do t'i vëmë në pjesën e sipërme të sallatës. Pra, do të vendosim këtu. Po, pse vë kaq larg, sikur po e servir tani. Po, përfundoj një. Po. Po dua që të më shohin anvisat. Po, do të shohin anvisat, patjetër. Sallatën, tavën e pastiqos. Pjesën tjetër do ta presim në rrypa. I bashkojmë bashk në rrypa. Dhe i hedhim në për sallatë. Mund t'i trazoni të gjitha së bashku, mund t'i vendosni në mënyrë të çrregullt. E mbulojmë sallatën me prosciutto, me qëllim që kur t'na kapi piruni, na i kapi edhe sallatën, edhe prosciutton. E qartë. Është e mjaftueshme kaq. Shumë bukur. Tani, këtu kemi vendosur dressing. Hedhim dhe pak majdanos. E trazojmë edhe me majdanozin. Edhe më këtë pjesë, me ndihmën e një luge, do të spërkasim komplet sallatën. Më merr një lugë, Lori? Patjetër. Do me thënë, kemi praktikisht 2 veshje për sallatën, dressing, si që thua ti, dhe salce që do ta shoqërojnë. Salcën do ta vendosim këtu në mes. Po, dhe më pas mund ta servirim sipas dëshirës. Edhe pak kështu në pika. Nëse do ta ndani në për pjata të veçanta, do të shtoni dhe pak. Do të shtoni dhe pak. Dhe këtu tani do të vendosim salcën e përgatitur që do ta lagim komplet sallatën. Sa në vjellë ndërkohë po e nxjerr tavën nga furra. Po. Është një sallatë të shijshme që dhe nëse konsumohet thjesht kështu siç është, ka shije të veçantë dhe ju plotson dhe në ushqim. Ashtu. Mos kemi pak si larg atë? Ja. Opa. Mjafton. Ja dhe sallata vendose këtu. Ja ku realizuam pastiqon me lule lakër dhe sallatën gjithashtu me prosciutto edhe me kremin e rrepave, zonja Vjollca. Po, fantastike fare. Në kohë rekord, në fakt, realizuam 2 receta. Të parën ju asqaruam, gjithashtu dhe të dytën, ja ku i kemi gati anvisat të dashura. Gjithashtu ju mund t'i shikoni dhe në shtëpi nëpërmjet YouTube-i duke klikuar Vila 24 këndi kuzhinës, ose thjesht duke shkuar në Ballkan Web, aty shihni të gjitha informacionet që ju nevojiten, përveç se të na ndiqni dhe neve sërish me kohë, duke na parë her pas here. Zonja Vjollca, të lumshin duart. Ju bëft mirë dhe miru pafshim nesër. Miru pafshim nesër nga këndi i kuzhinës.